Promovimi i kampionatit Evropian U17 i cili do të zhvillohet në vendin ton, nisi nga Durrësi. Në sheshin kryesor të qytetit bregdetar u hap sipari i fushatës promovuese të kësaj ngjarje të madhe sportive, që do të zhvillohet nga 19 maj deri më 1 qershor në Shqipëri. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka e konsideroi zhvillimin e kampionatit Evropian Shqipëria 2025 si një moment historik për vendin ton dhe u shpreh besim plot që të gjithë shqiptarët do ta kthejnë këtë event në një festë sportive. Është një festë për gjithë qytetet ku do luhet për gjithë futbollin shqiptar. Do nisi në stadiumin kombëtar në Tiranë, paralelisht edhe në Durrës, Rrogozhinë dhe Elbasan. Kjo festë futbollistike në cilën do të jenë prezent 7 ekipet më të mira të Europës dhe do t'i bashkohen dhe ekipit ton për garën apo për fituesin e kampionatit evropian. Durrësi është një nga qytetet pritëse të kampionatit evropian U17. Ambasadori i turneut Klaus Gjasula i ftoi ardashësit të mbështesin ekipin ton kombëtar në këtë kompeticion evropian. Aktiviteti është për ne shumë i rëndësishëm se po na pret Europiani U17 edhe duam me kap aq shumë popull sa kemi mundësi për t'i animu për të ardhur në verë në stadium, për të na mbështet U17-ën, se na duhet çdo mbështetje për çunat që të ndjejnë që gjithë shteti do t'i përkrajë. Në këtë kompeticion ndërkombëtar, Shqipëria bën pjesë në grupin A me Portugalinë, Gjermaninë dhe Francën. Në grupin B janë Belgjika, Çekia, Anglia dhe Italia. Ndeshjet e kompeticionit do zhvillohen në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Rrogozhinë.